Përshëndetje, se vini flasim hapur në Durrës Live. Vazhdojmë me maratonën prezantimit të kandidatëve për deputet për qarkun e Durrësit për zgjedhjet e 11 majit. Të ftuar sot në studio kemi zonjën Jola Hysaj, kandidate e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit. Se vini flasim hapur, Jola. Faleminderit për ftesën dhe shumë urime për emisionin. Jola, si po shkon fushata? Fushata është derë më derë, është një nga fushatat më ndryshe që unë kam përjetuar deri më sot, duke qenë se angazhimi im është prej 20 vitesh pranë kësaj partie. Kam ndjekur dhe kam qenë kryesisht drejtuese e terrenit të fushatave të shumë kandidatëve, por kur vjen puna tek vetja që ka pak më e vështirë. Ashtu, ha? Është pak më e vështirë. Në këto 20 vitet angazhim Partinë Demokratike, kemi punuar kandidat tjerë, kandidat fitues? Kandidat fitues, kandidat që në momentet caktuara edhe kanë humbur. Kështu që unë mendoj që kanë qenë kandidat të denj, por në periudha dhe momentet të caktuara të politikës. Dhe mësimet që ke marrë nga përvoja, tashmë po i zbaton me rastin e kandidimit tuaj. Me rastin e kandidimit tim, unë mendoj që jam duke hedhur në praktik një pjesë të mirë të asaj që kam praktikuar në fushatat e tjera, por kur vjen puna tek vetvetja, është pak më e vështirë të bësh zgjedhje. Që do thot, a jam duke bërë gjën e duhur, ka gjithmonë një pikpyetje dhe gjithmonë ka dyshime të caktuara, duke qenë se dhe vetë kjo fushat është e një formati totalisht ndryshe nga çka qenë zgjedhjet e kaluara. Absolutisht. Kështu që listat të mbyllura, listat të hapura, jeni 14 kolegë, njëkohësisht edhe disi rival, sepse është më se e kuptueshme kjo pjesë, kandidoni gjithsecili me jetën tuaj, me jetëshkrimin tuaj, me vizionin tuaj për kontribuar në kuvendin e Shqipërisë nesër. Për qenë një zë i fortë, i atyre që janë qytetarët të Durrësit, qofshin to në zona rurale, qofshin ato brenda qytetit, apo në Durrësin e ri dhe Durrësin e vjetër. Unë e shoh këtë si një eksperiencë të jashtëzakonshme, për faktin e vetëm sepse shtrëngimi i duarve tregon atë që është politika e dimensionit njerëzor. Dhe politika e dimensionit njerëzor është akoma gjallë. Kjo është gjëja që mua më bën të motivohem dhe çdo ditë të zgjohem në mëngjes dhe të takoj gjithmonë më shumë njerëz, të dëgjoj sa më shumë problematika dhe të vazhdoj të besoj që ka akoma forcë dhe fuqi për të ecur përpara dhe për t'i thënë të vërtetat ashtu siç janë, pa kompromise. Dhe njerëzit e mirëpresin këtë qasje? E di se është puna blet, njerëzit mirëpresin të vërtetën, sepse në ditët e sotme e vërteta. E vërteta. Nuk të lëkur në balë. E vërteta është ajo e cila jo vetëm nuk të lënë në balt, por njerëzit sot e kuptojnë edhe njeriu që është i sinqert, edhe njeriu i cili është politikisht korrekt. Këto janë diferencat. Dhe në 2025-ën njerëzit nuk kanë më nevojë për politikisht korrekt. Ka nevojë për ditshmërinë, ka nevojë për realitete që prekin, ka nevojë të ndihen të përfaqësuar dhe jo të përdorur. Kjo është diferenca. Dhe në flasim hapur të duam të sinqert, jo politikisht korrekt. 100%, për këtë ta garantoj. Ju lutem, Jola. Se nuk di ti ndryshe. Flasim për banorët e qarkut të Durrësit. Adresoni atyre, flisni diçka, kush jeni, backgroundi juaj, çfarë përfaqësoni ju lutem, që t'ju njohim më mirë sepse nominalisht do votojnë më 11 maj. Atëherë, unë jam Jola Hysaj, jam lindur në Shijak, jam mbesa e vetme e lindur në Shijak, sepse unë jam mbesë Shijaku. Mamaja ime vjen nga familjet Metalla dhe Ballanca, të dyja familjet të persekutuara, dhe kam jetuar në lagjen numër 1 të qytetit Durrësit. Aktualisht jam e martuar në Shkallnur dhe jetoj pikërisht në Shkallnur. Kjo është një zgjedhje imja personale. Edhe pse jam paragjykuar në momente të caktuara, se si është e mundur që një vajzë Durrësit jetoj pikërisht në një zonë periferike. Këtë e bëj me kënaqësinë më të madhe. Ndoshta në fillim ishte një çik jo shumë
për realitetin në cilin unë kam përjetuar më herët, por sot kuptoj që kam bërë zgjedhjen e duhur. Nga vajzë qyteti, nga vajzë qyteti, sepse shef ca realitetet tjera. Qyteti ka ca realitetet tjera, ndërkohë që periferia ka disa realitetet tjera. Unë kam studiuar në Tiranë, tek gjuhët e huaja, studime britanike dhe amerikane, bachelor, bilingual, anglisht dhe italisht, master shkencor gjuhë komunikim ndërkulturor dhe turistik, po bilingual, dhe kam qenë ndër guidat e para të licencuara kombëtare, pikërisht për pjesën e trashëgimisë kulturore. Nuk mund të vish nga Durrësi pa marrë çik nga pjesa e vlerave kulturore, pa marrë nga historiku. Është një qytet 2700 vjen aty. Kemi në ADN gjithë. Kemi Durrësak, është krenari e madhe, po ajo krenaria duhet vijë edhe me shumë punë, me shumë dinjitet, duhet vijë edhe duke mbrojtur atë që ne kemi, vlerat e trashëgimisë kulturore, vlerat e traditës, e njerëzillikut. Unë jam Jola që e ka dashuruar dhe dashuron Durrësin në një mënyrë apo në një tjetër, shpesh herë duke ngritur zërin, siç ka qenë në rasti i Kodërvilës, siç ka qenë në rasti i Kodrës së Currilave, siç ka qenë në rasti i Velierës, i mbetjeve toksike nga ana tjetër. Dhe shumë herë njerëzit më thonin, moj, po si ka mundësi që ti vazhdon edhe ngren zërin për gjitha gjërat? Është e pamundur për mua të qëndroj pa folur, sepse unë kam në shtëpi shembujt, ose më saktë kam pasur dy shembuj konkret. Atë të gjyshes time, që vinte nga një familje persekutuar dhe ishte internuar nga mosha 8 deri në 18 vjeç. Si kishte emrin gjyshja? Me nduhije Ballanca. I ati ishte Xhevdet Ballanca, ishte një nga gjeostrategët e nivelit shumë të lartë, i cili krijoi shkollën e parë të xhandarmerisë në Durrës dhe ishte krye xhandarm në 5 prefektura. Ajo pati shansin e keq në thojza që për shkak të nivelit të lartë politik dhe të zhvillimit të teatrit të paguan të atë që ajo dhe vëllezërit e saj paguajtën më vonë, që ishte internimi. Nga 8 deri në 18. Më pas u quajtën dhe kulak. Dhe për këtë lloj arsye, forca, insistimi dhe historia e Tranabardhës, që është historia e një vajze e cila futet në një kamp si djalë dhe del nga tje si vajzë. Në 2017, në rastësisht, unë kam zbuluar që ishte histori e saj. Aso kohë gjyshja ime ndjerë ishte gjallë, dhe i bëj një telefonat dhe i tham, ti më ke gënyer mua gjatë gjithë kohës. Pse më thot mua? Ti e Tranabardha. Dhe ajo qante nga ana tjetër e telefonit. Frika që ishte ngulmuar nga sistemi brenda saj, dhe pse ishte në 2017 në aso kohë, ishte aq e madhe, sa nuk arrinte dot as t'i tregonte detajet e shumë gjërave të veta. Kthehem te gruaja e dytë, më e rëndësishme e jetës time, që është mamaja ime, e cila ka mbajtur fjalimin e parë në Shijak me ardhjen e demokracisë. Emrin të lutem. Mimoza Hysaj është një figurë që në qytetin e Durrësit është e njohur, ka qenë një zë shumë i fortë aso kohë, sidomos për pjesën e problematikave, jo vetëm të Shijakut, por edhe të Durrësit, duke qenë se ka qenë kryetare gruaje më shumë se sa 3 mandate, në kohën kur në 97 shumë burra largoheshin nga Shqipëria, ime më kishte zgjedhur të qëndronte. Dhe unë isha fëmia që nga ekrani, aso kohë nuk ishte telefona, nga ekrani shikonte nënën e saj se si i merrnin bashkë me 5 zonja të tjera makinën dhe i lenin mu në mes të urës së mifolit. Dhe nuk kishe shanse as të merrje vesh se si ishte, apo se si kishte shkuar i gjithë rrugtimi. Dhe sot do t'ishte një turp shumë i madh për mua nëse nuk do të gjeja forcën dhe guximin për t'i thënë të vërtetat dhe për t'i shkuar të vërtetave deri në fund. E rritur nga gratë forta, duhet t'jap shembullin për vajzat e mia, që çdo gjë është e mundur, mjafton të thuash të vërtetën dhe t'i shkosh asaj deri në fund. Me dy shembuj, si gjyshja dhe mama e juaj, ja ku jeni dhe ju, keni dhe vajza? Kam 2 vajza, një 4 vjeç dhe një vjeç e 3 muaj tjetra. Pra, ja ku është trashëgimia e rezistencës dhe e qëndresës dhe ngritjes së zërit. Sidomos nga gratë. Unë kam një batut që e them gjithmonë në takime, sidomos nga që takimet janë kryesisht me burra. Ku janë gratë, i thënë. Ashtu? Dhe fillojnë dhe i qeshin, sidomos, po gratë tona janë në shtëpi.
nuk ka takime me burrat nëse nuk më vjen të takoj një grua. Vazhdon akoma ky mentalitet? Po patjetër, në zonat caktuara patjetër, sidomos në zonat periferike. Dhe i them gjithmonë kur i takoj gratë, se më thonë që nuk mblidhen gratë, patjetër që po. Burrat janë koka, por gratë janë qafa, dhe unë jam shumë kurioze të shoh një kokë që lëviz pa qafën. Kështu që në këtë lloj prizmi unë i bëj ftesë të gjitha grave, sepse nëse gratë bashkohen bashk, din të bëjnë më shumë se sa të ngrinë zërin, din të bëjnë edhe revolucione shumë të mëdha. Me këtë që sapo thatë kërkoni votën e grave të Durrësit? Unë mendoj që gratë e Durrësit janë ato që janë mbështetësit e mia më të mëdha. Për një arsye të vetme. Thuhet që në politikë sidomos, gratë janë shumë xheloze. Nuk është e vërtetë. Unë mendoj që mbështetjen më të madhe ka marrë kryesisht nga gratë. Duke qenë se karriera ime fillon si pedagoge gati 12 vite më parë, në auditore kisha 120 student, nga të cilët rreth 30-40% ishin vajza dhe gra. Aktualisht që flasim, unë kam auditore vetëm me 5 ose 6 student, nga të cilët 2 ose 3 janë vajza ose gra. Ajo që unë kam mësuar do t'rregoj historinë e një rasti të një nga vajzave që unë kam hasur në auditoret e infermierisë pikërisht këtu në Durrës, të mamis kryesisht. Ishte, duke qenë se unë vi nga një familje në Shijak Metalla, të cilët ishin të gjithë arsimtar, dhe jam munduar historikisht të evitoj pjesën e mësimdhënies, duke menduar që kjo gjë unë duhet shkoj pak më lart. Në ditën e parë që jam futur në auditor, jam dashuruar me auditorin, dhe kuptova që ca gjëra vijnë nga DN-ja, është e pamundur ta shmangësh. Gjej një vajzë e cila për momentin dukeshe shumë rebela. Vinte nga Dibra, ishte e shushatur, pak arrogante dukeshe në pamje, rebele, me një komunikim të vrazhd. Dhe ka qenë herë e parë që unë nxjerr dikën nga salla. Dhe i them, për jashtë. Në momentin në cilin nuk keni respekt për mua, ju tregoni që nuk keni respekt për veten. Në fakt, ka qenë gabimi më i madh që unë kam bërë në jetë. Pse them këtë? Mikeshat e saj më afrohen dhe më thonë, zysh, e dini kush është arsyeja pse ajo sillet në këtë forme? Ajo jetonte, kishte humbur të jemën gjatë kohës që ishte shumë e re, bebe gati, dhe jati ishte rimartuar. Njerka kishte një lloj sjellje jo shumë pozitive me të, e rritur nga 2 vëllezër të njerkës që silleshin në një formë jo shumë korrekte. Ai ishte si hirushja. Kishte zgjedhur që të vinte të studionte në Durrës. Për të mbijetuar, duhet të punonte ndërkohë. Dhe unë nuk e dija që orari në cilin ajo vinte dhe ndiqte orën time të mësimit, ishte pikërisht orari në cilin ajo fillonte punën. Dhe duke bërë këto lloj sjellje, ajo tentonte që të dilte pikërisht të dilte për jashtë që të kishte mundësi që të kapte orarin e punës. I jam lutur që të kthehet në auditor. Dhe kam kërkuar që të flas pikërisht me punëdhënësin e saj. Ka një gjë të vetme, nuk jam futur në auditor për të parë atë autoritetin e pedagogut. Jam futur në auditor për të kuptuar atë që përjetojnë ata të ri. Dhe me shumë prej tyre unë sot vazhdoj të kem kontakte të vazhdueshme. Sepse ndoshta kur unë kam qenë studente, e kam pasur të pamundur të kuptoj se kush ishin rrugët që unë duhet ndiqje. Dhe atë që unë kam përjetuar vetë, do doja shumë që të rit ta marrin në një formë pak më ndryshe, të gjejnë ca hapësira komunikative, të gjejnë ca hapësira për të gjetur rrugët. Kjo është diferenca. Dhe vajzat e reja sot, deri diku janë edhe të paragjykuara. Deri diku janë edhe të para në një lloj mendje lehtësie të shoqërisë, e cila në vend që t'i shty të zhvillohen, në momente të caktuara i shtyn edhe të gabojnë. Ndaj, unë ftoj edhe ata që janë kolegët e mi dhe kolegët tanë, që në vend që t'i shohin si numra studentët, duhet ta përjetojnë nga ana pedagogjike. Ajo që ka humbur sot është politika e dimensionit njerëzor. Çfarë do thotë është njerëzillëku? Është të qenurit i pranishëm dhe të zhvilluarit e empatisë, të kuptuarit të tjetrit. Pra ta vesh veten
në pozicionin e tjetrit. Dhe ndoshta shumë herë kjo mua më kalon edhe pa gjumë në momentet caktuara, saqë ime më thonte çfarë je duke bërë, po shkatron veten. Gjatë gjithë kohës ti je në kontakt me studentët e tu. Sepse unë kam pas edhe nga ata studentë që i zinte gjumin auditore sepse punonin gjithë natën për të ardhur dhe për të paguar atë që ishte shkolla. Sepse vini nga zona thella, ku 34 apo 35.000 lekëshi i asistencës sociale të vjetra nuk e dilte një familje prej 4 personash për të mbajtur një student në shkollë. Dhe kjo është e dhimbshme. Nuk e them këtë për qenë politikisht korrekte apo për të bërë politik. Po unë kështu jam e gatuar, kjo është diferenca. Atër politika dimensionin njerëzor në kuvendin e Shqipërisë. Si do e insertoni ju? Në përqen... Nuk kemi parë në 35 vite politikë dimensionit njërzor. Kemi parë me spontanitet, me disa grimca të vogla shprese apo integriteti njërzor, por në tërësi nuk ka qenë. Çfarë të sillni ju të re në këtë dimension njërzor politik? Ndoshta është momenti për të trokitur dhe për të hapur një derë të re dhe të madhe. Si do të rëkansësh? Vizioni, duke trokitur derë në derë, duke i kërkuar patjetër, sepse për mua politika vjen nga njerëzit dhe vjen për njerëzit. Nuk është një interes personal se Jola po ulet në një karrike, e cila do ta çojë atë të marrë një pag X, të cilën Jola shumë herë mua njerëzit më thonë, po ti ke këto të ardhura, pse vazhdon të merresh me politikë? Pse vazhdon ti hapësh punë vetes? Pikërisht. Po nuk mund të qëndroj dot pa e thënë të vërtetën. Sepse unë jetoj për të vërtetën. Ti jeton për të vërtetën, kjo është shtysa jote. Po, shtysa ime është ai realiteti që prekin njerëzit në përditshmëri. Në momentin në cilin unë kam zgjedhur të bëj një fushat e cila është derë më derë, do thot unë po prek çdo ditë, nga fshati në fshat, nga çdo pjesë e qytetit, realitete. Flitet në për studio të ndryshme televizive gjatë gjithë kohës për fshatra industrial. Flitet për mirëqenie të jashtëzakonshme që ndoshta mund të jetë në hënd, se në tokë nuk ndodhet. Unë kam parë fshatra të tërë të cilët nuk marrin dot shërbimin minimal jetik. Digniteti njerëzor. Digniteti njerëzor vjen duke pasur minimumin e mirëqenies, që është ujë, drita, kanalizime. Të ardhura bazike. Të ardhura bazike normalisht. Një jetesë komode, nuk po them me standarde europiane, por minimalja. Po flasim për jetesë dhe jo mbijetesë. Pikërisht. Sepse kjo është një drejt, ne po flasim për politika të mëdha që çojnë drejt Europës. Ndërkohë që ne nuk kemi minimumin e mundshëm dhe jo shumë larg, por në ato që konsiderohen në zona turistike të jashtëzakonshme, siç është për shembull Gjë i Larzit, ku i shkon deri ke komplekse turistike, po të kaloni tek pjesa e fshatrave nuk ka ujë të pishëm, nuk ka kanalizime. Edhe ndriçimi është vende, rrugët janë me gropa, sa është gjatësia ime, aq janë gropat në këto zona. Por kundërargumenti është kështu ka qenë dhe në qeverisin demokratike. Po nuk është e njëjta gjë, jemi në 2025. Infrastruktura të paktën ne u akuzuam në 2013 që bën vetëm rrugë. Amortizimi i këtyre rrugëve sot që jemi në 2025 është jashtëzakonshëm. Nuk ka pasur një investim të dytë, lëshohen fonde gjatë gjithë kohës dhe duhet ketë një auditim se ku shkojnë këto fonde. Nëse ju shkoni në rrushkull, ka disa tubacione të jashtëzakonshme betoni, të lëna në harres aty në mes të qendrës së rrushkullit dhe kanalizimet e ujrave të zeza kalojnë mes për mes pallateve, aty ku rriten dhe lozin fëmijët. Kjo është politikë e dimensionit njerëzor. Të paktën minimumin e dignitetit duhet marrim t'ia japim këtyre njerëzve. Sepse paguajnë taksa dhe në fund të ditës pagat e çdo pjese të administratës dhe çdo lloj investimi paguhet pikërisht nga ato që janë taksat tona. Po një qytetar i cili është në një zonë të humbur nuk ka nevojë që të di se kush është politika e madhe e kësajt apo e asajt partia. Ka nevojë kush është mikro dhe jo makro. Politika që ka të bëjë pikërisht me atë që është zhvillimi personal i çdo familje. Sonja Hysa, ju flisim për politikën e dimensionit njerëzor, dhe shumë mirë bëni. Por politika në vetvete është arti i qeverisjes, pra duhet të vini në qeveri më parë për të implementuar këto politika për cilat ju flisni.
Do vini qeveri pas 11 majit? Nëse të gjithë shqiptarët bëhen bashkë, pa kompromise, pa frikë, dhe pa pasur, pa qenë të, nga ana tjetër, pa qenë të tulatur, pa qenë të kërcënuar, pa qenë të patronazhuar, ne mundemi, pse e them këtë? Më ka qelluar në zona caktuara, ku kam shkuar të bëj takime, dhe gjej pas vetes gjithmonë dikë i cili bën foto nga familja në cilën unë po dal. Dhe me njërin prej tyre u ndesha, faktikisht i thash, të paktën më thoni nëse kam dalë bukur në këtë foto. Sepse nuk mund të shkojnë, pasi ne shkojmë për të bërë fushatën, pra për të shkuar, për të folur, për të diskutuar me këto familje, të cilat na hapin dyert. Kjo është diferenca, sepse prej vitesh janë lënë në harres të kërcënohen nëpërmjet fotove, nëpërmjet një vendi pune, apo nëpërmjet mbifaturimeve të ndryshme, apo gjobave që vihen dhe çuditërisht falen dhe paguhen nga po vetë ata që i vënë. Kjo është diferenca. Unë besoj që shqiptarëve në momentin që flasim i ka ardhur aty ku nuk mban më. E di që besueshmëria në politik është drejt zeros. Por unë di që besueshmëria ndaj brezit të ri është gjithmonë më shumë në rritje. Të mos na thonë pastaj nuk ka figura të reja. Ka figura të reja që kanë marrë me përgjegjësinë më të madhe, ndoshta edhe përtej asaj që mund të jetë politika e madhe, për të sjellë një vizion të ri në politikë. Politika duhet filloj nga individi, nga çdo dorë e shtrënguar, dhe jo nga një karrike parlamenti. Shumë mirë, por po flisni për një besueshmëri për një parti demokratike me individ të sprovuar, të cilët ju ofroni për një Shqipëri madhështore, e cila për hir vërtetës mund të ngullojë dhe si utopi, për shkak se Shqipëria madhështore, çfarë do thotë? Dhe tjetra, qeverisja demokratike e ka provuar veten e saj me ministra, me deputet, edhe me krejun e vetë Partisë Demokratike. Çfarë ndryshon pas 11 majit? Pse i ftoni për një besueshmëri të re qytetarët për t'u votuar? Në 34 vite, Partia Demokratike ka bërë gabimet e saj, dhe kjo është e vërtetë. Në momentin në cilin ne nuk pranojmë që kemi bërë gabime, atëherë do të ishim hipokrit. Dhe nëse në momentin në cilin ne i pranojmë këto gabime dhe nuk marrim nisma për t'i ndryshuar ato, në momentin në cilin mua më ka ardhur pas primareve të Partisë Demokratike, më ka ardhur propozimi për të qenë pikërisht në listë të hapur. Dhe pyetja ka qenë, a pranon të jesh në listë të hapur? Dhe mua më ka ardhur shumë përqeshur me këtë dhe kam qenë shumë direkte. Pse të përqeshur? Sepse njëri në politik, nëse i hyn një gare do ta çojë atë deri në fund. Dhe nëse interesi kombëtar prevalon mbi interesin personal, cila do që t'jetë kosto, asaj rrugë duhet i shkoj deri në fund. Dhe unë si Jola Hysa i kam treguar që në gjitha nismat që kam ndërmarr, i kam shkuar atyre deri në fund. Dhe në momentin që flasim, jo pa qëllim, unë tregoj problematikat e këtyre zonave. Sepse këta njerëz kanë nevojë që të mbështeten konkretisht. Ka njerëz të cilët duan t'i thonë të vërtetat e tyre. Duan të gjejnë një derë ku të ankohen dhe të dëgjohen dhe të dëgjojnë të tjerët i thonë këto problematika. Ky është momenti në cilin këta njerëz duhet ta bëjnë këtë. Ardhja në pushtet e Partisë Demokratike nuk do të jetë interesi personal i kësaj partie dhe për këtë unë zotohem që nuk kam për të bërë kompromise, qoftë edhe me vetë partinë time, për atë çka është interesi i çdo qytetarit të Durrësit. Sepse për mua Durrësi vlen shumë më shumë se sa një karrike politike. Dhe si do ngrini ju zërin për Durrësin, nëse zgjidheni deputete në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë? Duke bërë atë që kam bërë gjithmonë, duke dalë ballë problematikave të Durrësit, duke i thënë ato me sa zë kam. Ndoshta shumë herë më shton që bërtas shumë fort. Këtu është bërë për t'u lëritur, jo për të bërtitur. Sepse njerëzit kanë marrë valixhet dhe janë larguar. Është e tmerrshme të shohësh ndërtesa 4 kaçe, në të cilat jetojnë vetëm 2 pensionistë, apo 1 vetëm. Dhe siç e thash pjesën e auditorëve, është e tmerrshme kur këta të rinj
mund ta gjejnë veten pikërisht në Durrës, dhe thuhet janë hapur shumë vende pune, atëherë pse po largohen njerëzit? Kush është arsyeja? Nuk kemi siguri, nuk kemi shëndetësi, ka zona tëra ku mjeku shkon një herë në javë, ku nuk ka transport urbani, mund të jetë nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 1 drekës. Çfarë do bëj ai qytetari i Ishmit për të shkuar dhe për të kthyer në qytet në momentin që duhet bëj një kurs fëmia? Nuk po flas për pjesën shëndetësore. Ata janë të detyruar të marrin borxh makinat e njëri tjetrit nëse kanë emergjenca shëndetësore. Dhe jo më larg se sa Shkallnuri, Shkallnuri është gati Durrës aktualisht që flasim. Është 5 minuta nga Durrësi me makinë. Dhe në një që quhet lagja e Hasianëve, janë, vetëm pse janë demokrat, janë të persekutuar, nuk ka as ndriçim, nuk ka as rrugë. Do të thonë, të duhet të bësh akrobaci për të zbritur nga kodra. Nëse marrim dhe flasim pastaj për atë që është qesharake, që nuk është arritur të bëhet as në 12 vite, as në 23 vite të qeverisë paktën të Partisë Socialiste në Durrës. Është asfalti elektoral. Është çakulli elektoral. Po, a nuk janë mësuar këta njerëz që pse duhet ndodhi pikërisht përpara zgjedhjeve? A nuk ka kohë tjetër për të menduar për këtë? Okej, shumë e drejtë. Janë alokuar 8 milion euro buxhet i Bashkisë të Durrësit për sa i përket rindërtimit. Dhe mendohet që këto do t'ipen në prag të zgjedhjeve. Ndërkohë që qytetarëve i shton e ke para të hyrjen atje, po. Ajo është apartamenti jot, po çelësat e kashtës i mban tjetër kush në xhep. Kjo është qesharake, kjo është të dallesh me dinjitet. Dakor, ju evidentoni këto problematika. Por Bashkia e Durrësit është votuar nga qytetarët për dekadash. Nga ata që quhen fakira të Durrësit të ri. Lutem, e kanë votuar këtë pjesë. Që unë e mirë kuptoj mesazhin tuaj politik. Dhe alternativën që ju paraqisni, por mos harrojmë që Bashkia e Durrësit është drejtuar nga socialistët sepse e kanë votuar durrësatët. Por flasim, ju lutem, për 11 majin. Patjetër. Çfarë parashikon Partia Demokratike për rritjen e pensioneve, për rritjen e mirëqenies, për infrastrukturën, për çdo pikë tjetër që është e qenësishme dhe etike për sidomos banorët e qarkut të Durrësit? Atëherë, ju, siç mund ta shihni, ne kemi një program konkret, në cilin minimumi jetik për person është 200 euro. 200 euro. 200 euro. Për çdo person. Të ardhurat bazike që do ketë çdo person? Bazike, për çdo person i cili nuk ka mundësi as të punojë dhe shteti shqiptar nuk i ka krijuar asnjë lloj shansi që të punojë. Kjo është. Nga ana tjetër, kemi pensionistat ku pensioni minimal do të jetë 200 euro, plus 20% rritje. Sepse jo të gjithë pensionistët, sidomos ata që dalin kohët e fundit, e kanë 200 euro pensionin bazë. Por nëse shkojmë në fshatra, pensioni minimal është 97.000 lekë të vjetra. Ndërkohë që secili prej tyre minimalin do ta ketë 200 euro, plus 20% progresiv në rritje për pjesën tjetër. Do të kemi pagë minimale 500 euro dhe pagë mesatare 1.200 euro. Pse e themon këtë? Sepse zakonisht Rama është mësuar të mos ketë programe dhe është hera e parë që thuhet që ne kemi program këtë herë nga pala tjetër. Por na doli që këto analiza politike dhe programi politik që ne kemi bërë që ka i zbatushëm, sepse Rama, i cili në 12 vite i ka pasur mundësit për t'i bërë pikërisht realitet këto që ne themi, u kujtua 2 muaj pasi ne i kemi lançuar që këto janë të bëshme. Pra, ju po thoni ju ka kopjuar programin tuaj? Jo, unë po them që programi jonë është i bëshëm. Dhe ku ishte Rama nga ana tjetër që nuk i ka bërë këto deri tani? Po ju kujtoj që lançoi 2 bonuse. Nga presioni i madh që erdhi përmes politikave të atyre që janë në parlamentin shqiptar dhe janë opozitar, pra deputetët e Partisë Demokratike, na dolën 2 bonuse që sharake, të cilët një pjesë marrin 10.000 lekë të reja ose 100.000 lekë të vjetra, që u morën në 10 orë, ndërsa tani në prag fushate merret bonusi tjetër që është 150.000 lekë të vjetra. Janë këshilla makiaveliste këto. Machiavelli i ka parashikuar to te libri i tij Princi,
që kanë ndjekur Napoleoni, Hitleri, Churchilli, Stalini, që gjithë, e pse jo edhe politikanët e sotëm. Këto janë truke politike që funksionojnë. Po nuk mund të talësh me dignitetin atyre që kanë 35 vite. Me kënaqësinë më të madhe, mua më pëlqen shumë kur më ngacmon se më motivon që të flas më tepër. Rezervuar për shkak se duhet të ruaj një balans me gjithë kandidatët, sepse duhet nxjerr më të mirën te ju. Patjetër, me kënaqësi dhe të falenderoj. Unë duhet t'ju them një gjë. Në një person i cili, po marr shembullin mamas time, 35 deri në 40 vite, nënës dhe babait tim ndjer. I mat punoi 40 vite dhe merrte një pension 134.000 lekë të vjetra, qytet. Pra të punosh 40 vite dhe të marrësh 134.000 lekë është qesharake. Ndërkohë që sot mamaja ime merr diku ke 200.000 lekë të vjetra, në mos gaboj. Për një arsye të vetme, zonja në fjalë që është nëna ime, ka pasur punë të cilat kanë qenë normalisht deri diku të një profili të lartë, jo një profili të ulët. Jo kuptoj. Dhe arrin në këtë lloj pensioni, pra në 35 vite dhe 40 vite të paguara kontributet shtetit, qoftë edhe në angazhim profesional të profesionistit të lirë, ajo arrin në këtë lloj termash me çfarë do mbjetoj, çfarë do të paguaj më përpara. Do paguaj dritat që janë në rend progresiv, do paguaj ujin që shpesh herë është mbi faturim, apo do paguaj ilaçet nga ana tjetër që nuk rimbursoj se ishte shëndetësia falas nga ana tjetër. Dhe mund kujtoheshe kur i mati ndjeri ishte me tumor në onkologjik, sepse i mat ka ndruar jetën nga tumori. Në onkologjik nuk gjeje as shërbimi minimal. Që do thot, ajo që hasin shqiptarët në trokitje kur trokasin në këto dyert e premtimeve të mëdhaja që janë boshe, është një tallje e madhe për qytetarin. Dhe kalojmë tek politika e dimensionit njerëzor. Po. Është më kollaj të thuash të vërtetën, se kur ti thua të vërtetën nuk e nevojë të gënjesh. Dhe në çfarë do lloj momenti ti e thua ballhapur atë çka është e vërteta. Nëse ti një qytetari i thua paguan sigurime shoqërore, paguan shëndetësore, ku është shëndetësia falas? Ku gjendet kjo? Te ai check-upi që shumë prej tyre shkon si zonjë dhe përgjigjet e check-upit të dalin për përgjigje burrash? Sepse janë rastet izoluara. Nuk janë rastet izoluara. Unë kam informacion nga një mik i imi që aso kohë kishte të ndjerin gjyshin e tij shumë pa qef, të priste të bënte X kontrolle që nëpërmjet check-upeve duhet vinin me mesazhet personalizuara, paktën nëse nuk gaboj. 6 muaj pasi ndroi jetë i ndjeri, i erdhi mesazhi për t'i thënë më në fund ju erdhi radha. Ky është realiteti. Apo kemi nga ana tjetër qendra shëndetësore, të cilat janë inekzistente. Apo mjeku shkon një herë në javë. Apo qëndron gjys dite. Dhe ka nevojë për atë kafe në xhepi. Pse? Korrupsioni është galopant. Nuk ka arsye se pse të shkojnë në këtë lloj prizme, sepse atij mjeku duhet t'i japësh dinjitetin. Tani hyt në kostumin politik. Jo, kjo është në kostumin real. Sepse në çfarë arsye? Po jap shembullin personal. Në dhimbje, kam pasur një natë një dhimbje të jashtëzakonshme stomaku, sepse edhe vetë fushata në tërësi, jep dhe streset e veta dhe unë pikën e dobët kam stomakun. Kisha nevojë për një injeksion që të më qetësonte pikërisht dhimbjet e stomakut. Dhe shkoj në urgjencë. Nuk kishte pikërisht atë hapje për cilën unë kisha nevojë. Është detyruar partneri im të shkojë në farmaci jashtë, të blej injeksionin dhe të marrë ta bëj nga ana tjetër infermieri që nuk vinte. Sepse nëse nuk jep atë kafe në xhepi, nuk arrin dot ta bësh këtë lloj gjë. Te pasimet majt, në qoftë se opozita vjen në pushtet, çfarë programi ka për shëndetësinë? Me që jemi te kjo pikë. Për shëndetësinë, unë do thoja që deri diku është ajo pjesë në cilën është shëndeti është parësor dhe vazhdon të jetë pjesë e politikës në dimensionit njerëzor. Për çfarë arsye? Duhet të jesh fillimisht human, pastaj mjek.
duhet të jesh fillimisht empatik, pastaj mjek. Të shërbesh në formën më të mirë të mundshme, shëndetit të dikujt I cili e paguan me taksat e veta atë çka është shërbimi spitalor. Sepse në asnjë lloj momenti të bësh një skaner, duhet lesh normalisht një takim nëpërmjet e-Albanias. Po kur të vjen ai takimi, në shumë momente është treguar që shumë gjëra kanë ndryshuar dhe në shëndet. Po flasim për mjekësinë dhe mjekët. Dhe po flasim për doktor Berishën. Çfarë mendimi keni ju për Sali Berishën? Në aspektin personal, doktor Berisha është një nga njerëzit më human që ju mund të njihni. E njihni personalisht? E njoh personalisht. Madje mund të them edhe një rast personal, që nuk e kam thënë më herët. Atëherë jeni flasim hapur. Pas zgjedhjeve 2023-shit isha shumë e revoltuar faktikisht në çka kishte ndodhur në momente të caktuara për situata të caktuara gjatë zgjedhjeve të 2023-shit, sepse unë kam qenë zëdhënëse e fushatës për bashkinë e Durrësit për Zotin Iglicara. Dhe isha aqe mlefosur deri diku, sa I shkoj në zyrë dhe I them 1, 2, 3, 4, 5. Dhe një moment unë shoh që ai I rridhnin lotët. Për momentin mendova duhet kishte probleme me syt, se ishte pamundur që një njeri aq stoik, aq I fort, një lider që ka një lloj autoriteti të jashtëzakonshëm që shumë burra nuk guxojnë t'ia thënë gjërat cop hatas të vërtetën siç është. Vjen kjo Jola që me vërtet ka 20 vite që merret me politik, po gjen guximin t'ia thot qartazi dhe zotëria loton. Vazhdoj flas dhe ai më flet me shumë njerëzillik. Ndoshta njerëzit e kanë parë Berishën si statur, po Berisha njëri është totalisht një njeri si gjithë të tjerët, ndoshta me empatinë dhe humanizmin shumë të madh se sa e mendojnë njerëzit. Më jep këshillat e veta, pasi më mirë kuptoj edhe për pjesën e vrullit në cilën unë shkova tek ai. Dhe si gjithmonë unë marr shumë energji pozitive në momentin që dal, ndoshta është edhe efekti liderit në tërësi. Kur dal nga ty I them sekretares ti, më ka ndodhur kjo, thash, e pa shumë, mos ka pasur probleme me syt. Jo, më thot mu. Pjesa njerëzore, ai të ka treguar atë që është pjesa njerëzore vetja. Pjesa empatike është një nga pjesët që rrallë herë njerëzit arrin ta kuptojnë dhe ta njohin. Vërtetësia, pra të thënurit e vërtetës dhe përjetimi I të vërtetës në momente të caktuara është ajo që e bën Berishën akoma të besueshëm tek njerëzit. Kjo është arsyeja pse vazhdon të jetë në atë lloj stadi që është. Dhe nëse politikanët në tërësi nuk kanë kuptuar që njerëzit sot I kuptojnë qartazi kush janë të vërtet dhe kush gënjejnë, është problemi politikës, nuk është problemi njerëzve. Atëherë jemi në momentin që ju, zonja Jola Hysaj, të jeni e vërtet përpara banorëve të Durrësit, duke I dhënë atyre një mesazh. Përse duhet t'ju votojnë ju nominalisht në 11 maj? Atëherë, unë Jola Hysaj zotohem në një gjë të vetme, që do të vazhdoj të jem zëri I tyre pa kompromise. Sado dhe cilado qoftë kostoja ime personale për t'i shkuar këtyre të vërtetave deri në fund. Kam bërë një premtim të vetëm gjatë kësaj fushate. Nëse unë do t'jem pjesë e parlamentit, nëse java ka 5 ditë, 4 ditë unë do t'jem në gjithë Durrësin dhe një ditë vetme do t'jem në parlament për të thënë ato që janë problematikat reale të çdo qytetari. Unë zotohem që do jem krah tyre, por jo krah tyre për të thënë unë jam deputeti, po për të qenë një prej tyre dhe për t'i shkuar atyre që janë problematikat e këtyre qytetarëve deri në fund. Ndoshta duket klishe, por nuk është e tillë. Sepse ato që janë qytetarë të Durrësit, një pjesë e tyre më njohin shumë mirë edhe në angazhime. Por unë nuk jam në politik për të zënë një karike. Dhe nuk vi vetëm si një kandidate që tenton të ulet në një karike që nesër do e harroj derën. Jo, nuk jam nga ato kandidate që kërkon të vi një herë në 4 vite dhe të kërkoj votën. Unë kam zgjedhur të garoj në Durrës
dhe jo pa qëllim, sepse është qyteti im dhe unë nga aty kam rënjët. Dhe më dhëmb fakti që shoh që qytetarët e Durrësit humbin dinjitetin dhe mirëqenien çdo ditë. Unë do doja shumë që të paktën ajo që është mirëqenia e përditshmërisë së qytetarëve Durrësit, deri në momentin në cilin ne do të arrijmë këtë lloj objektive, unë do të jem aty për t'i thënë vërtetat pa kompromise nga mëngjesi deri në darkë. Zonja Jola Hysaj, faleminderit që ishit në Flasim Hapur. Dhe më takofshim sërish në episodet të tjera. Faleminderit shumë juve. Faleminderit që na ndoqët, më takofshim në episodin e radhës.